Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot pranë jush do të vi me një histori që në thelb mund t'ju duket histori e pabesueshme, por që është një histori e vërtetë dhe shumë e dhimbshme. Një histori që mua më ka emocionuar që në momentin e parë kur unë e lexova. Djali që se takoj dot. Kështu është shkruar, por për çfarë djali bëhet fjalë dhe për çfarë takimi, le ta zbërthejmë dal nga dal. Ka njerëz që hynë në jetën tonë pa trokitur, pa zhurmë edhe pa premtime. Hynë si një frymë e lehtë, por mbeten si një peshë e madhe në zemrën tonë. Ai ishte një nga ata njerëz, një djalë që nuk e takova kurrë ballë për ballë, por që e njoha më thellë se shumë të tjerë që i kam pasur pranë çdo ditë në jetën time. U njohëm rastësisht në një moment kur asnjëri prej nesh nuk kërkonte asgjë. Fjalët e para ishin të thjeshta edhe të zakonshme, por diçka në mënyrën si shkruante, si mendonte, si ndjente ai, më bëri mua që unë të ndaloja. Të ndaloja edhe të mendoja. Çdo bisedë me të ishte si një dritare që hapej dal e ngadal. Dhe pa e kuptuar, fillova të pres mesazhet e tij më shumë në fakt se çdo gjë tjetër në jetë. Ai më fliste për jetën e tij, për betejat që në fakt nuk i shihte askush, për plagët që i mbante të fshehura pas buzëqeshjes. Nuk u shtir kur si dikush tjetër. Ishte i sinqert, ndonjëherë i lodhur, ndonjëherë i thyer, por në thelb ishte gjithmonë i vërtet. Dhe ndoshta për këtë arsye, unë edhe ai u lidhëm kaq shumë fort. Sepse ne nuk luajtëm në role, as pak. Por jeta rrallëherë i lejon gjërat të jenë të thjeshta. Distanca ishte gjithmonë aty. Jo vetëm ajo distanca fizike, por edhe ajo që krijohet nga rrethanat, nga frika, apo nga koha e humbur. Sa herë që mendonim të takoheshim, diçka ndodhte. Një pengesë, një vonesë, një arsye që dukej e vogël për të tjerët, por për ne bëhej një mur i vërtet. Fillova ta njoh nga zëri i tij në mendjen time, nga mënyra si do të qeshte, nga heshtjet që linte mes fjalëve. Ai u bë pjesë e përditshmërisë, pa qenë fizikisht aty. Dhe kjo ishte pjesa më e dhimbshme. Ta ndjesh dikë kaq afër, por njëkohësisht ta kesh kaq larg. Ndonjëherë pyes veten si do të ishte takimi ynë. A do të përputhej realiteti me atë që në fakt unë ndjej? A do të kishte po atë qetësi, po atë kuptim? Apo ndoshta frika ime më e madhe është se do të ishte edhe më e bukur. Edhe do të më thyente akoma edhe më shumë. Ai më mësoi jo se çdo dashuri ka nevojë për prekje për të qenë e vërtetë. Disa ndjenja lindin në heshtje, rriten në fjalë dhe jetojnë në mungesë. Edhe pse se takoj dot, ai mbetet aty, në mendimet e mia, në kujtimet që si kemi jetuar kurrë dhe në skenare që zemra i krijon në mes të natës.
Ndoshta një ditë rrugët tona do të kryqëzohen, ose ndoshta jo, por një gjë e di me siguri. Ai djalë më ndryshoi. Më mësoi që të ndjej thellë, më mësoi që të pres pa asnjë lloj garancie. Të dua pa premtim, dhe edhe nëse nuk e takoj kur, ai do të mbetet një kapitull i rëndësishëm i jetës time, një histori e pashkruar por e harruar. Domethënë, historia që dëgjuat është një histori që flet për një dashuri e cila në thelb nuk është realizuar. Domethënë, ka qenë një komunikim, ka qenë një bisedë që kanë bërë çifti, por nuk është dashuri e realizuar. Unë gjithmonë besoj në dashuri, besoj në njeriu që ndërton lidhjen, dashurinë, që i jep kuptim atij momenti, dhe nuk ka gjë më të bukur në botë se sa të dashurosh. Dashuritë janë të bukura kur ato realizohen, domethënë janë të realizueshme, por nuk mund të themi që nuk janë të bukura edhe kur ato janë edhe në këtë formë, sepse ndonjëherë lidhja shpirtërore që ne kemi, fuqia shpirtërore na bën që ne të jemi më të lumtur në jetë dhe më të gëzuar. Dhe pikërisht kjo dashuri më çoi që unë ta komentoj këtë rrëfim. Unë uroj me zemër që ti ta takosh njeriu që e do aq shumë dhe që të ka falur gjitha këto momente të bukura dhe të ka dhënë gjitha këto kujtime në jetë. Momente që realisht janë të paharrueshme, momente që nuk hiqen dot nga zemra, mbesin aty gjithmonë. Sado që ne të kalojmë në jetë gjëra rrethana, ato janë kujtimi më i bukur në jetë. Uroj me zemër që ky rrëfim i joti të bine vesh atij djali dhe të rikthehet dhe të kaloni çaste të bukura, të argëtoheni pafund, por nuk ka më bukur se sa të dashurosh, nuk ka më bukur se sa ta përjetosh atë moment që është një nga momentet më të bukura në botë. Unë uroj me zemër që dashuritë gjithmonë të triumfojnë me fund të lumtur. Dashuritë gjithmonë të triumfojnë me gëzim, sepse dashuria është ajo që na mban gjallë. Dashuria është ajo që ne luftojmë çdo ditë ta kemi. Dashuria është ajo që ne na bën të jemi të fuqishëm, na bën që të jetojmë, na bën që të gëzojmë, na bën që të kremtojmë. Dhe s'ka më bukur se sa të dashurosh. Ju vazhdoni që të bëni subscribe kanalin tim për histori të tjera, për histori të cilat janë vërtet të ndjeshme dhe që dhurojnë emocione pafund.